Pse gënjen që nuk ke ndjenja për Benitën, po gënjen vetën apo publikën? Kam ndjenja, sa do që njerës mundohen me pa që në kam ndjenja. Ka me pas vota? Nëse ndjesit për raport shoqëror do me konsideru si ndjenja atërë po, nuk kam ndjenja qysh po mendoj njerës. Kjo është përgjigje. Gas pyetje që raport shoqni s'jam të kuptu. Do më thonë, një person se shprej ndjenja nga i teje, ti shprej raport shoqnor. Jo, prej momentit që ke thash Pepet Qem, nëse ti e kanë kështu të qarkullu në për shtëpin e Big Brother VIP Kosova, e ke pa që raporti jonë ka ndryshu, edhe nuk është ma raport shoqore. Nëse ti e ke pa. Do më thonë, ti s'pasin ndjenja ma heqë. Okej, po, unë e thash edhe ma herët, komunikimi nuk e ndali. Ganë do njerë ku është Benita, Publika shema shumë. Benita? E pëse më pytë mu, a vërtetër me shku Benita? Ma është pif, si kur kam pytë në me ku është Benita, e ta këtej kamera, pëse më pytë qa ka Benita, pëse më pytë qka me do Benita për mu, pëse më pytë në stop, a me ndonë që për vërtet më ndonë Benita, unë ta them që kjo vajza, barqi që tani, që 3 ditë po kundërshton, që nuk e kom prit, kjo dënë vërtet, dhe lotën e ka vërtet për ty, ka dashni për kjo njali mirë, kjo gjendje që kjo me shku shpi ty me të lënë këtu. Qaq? Por, edhe unë jam i bitëm se dhe kjo, që që pasa po publiku, kjo është e vërteta. I falemendroj publikit për qatë pyetje që ja ka dhonë, unë jam 100% i sigur se sot të Marok, edhe në logika, qofse një person shprej ndjenja, ti ki qef me majtë raportin shoqnore. Qofse një person shprej ndjenja, ti dush mi thonë barjera, mi thonë qërë, qika mirë, Jo, intereson për lojë. qika mirë.